28 nëntori ka rëndësi shumë të madhe dhe për zonjën Huduti. Ju kujtoni një person zemrës, një person shpirtit? Po, unë për atë arsye edhe kam sjellur këto lulet krizmatema, të cilat janë lulet të posaçme që i ka dashur biri im, dhe pas një martese shumë të lumtur, në erdhe dhe fryti i dashurisë son, me 28 nëntor 1989 në Londër, na lindi djali i parë dhe unë kam dëshirë t'i përkujtoj ditët e mira, u bëra për herë të parë nën, prandaj 28 nëntori për mua është dita më e shejtë, më e bekuar, sepse i kemi nëntorin e parë, 1443, kur Skënderbeu erdhi në Krujë, pastaj e kemi nëntorin e dytë, pastaj e kemi nëntorin kur ushtria qeverimtare e Kosovës u paraqit me uniformën e tyre, 97 dhe 28 nëntori është dita më e lumtur e jetës sime, sepse pas 3 vite e kurorëzova me një frut të dashurisë. Prandaj edhe ju pruna lule që të dukeni më të bukur dhe shpresoj shpirti i djalit tim të jetë i kënaqur, dhe sepse disa prej juve këtu thoni që keni pas shok e tjera, kështu që ti qesim edhe pak ujë rrugove. Bismillah. Se është parapamje me ato. Faleminderit që më keni. Si kujtoni djalin, me qenë se ai nuk është më mesin tonë. Nuk e përmendi shumë historinë e tij dhe nuk dua shumë t'ju ngacmoj, as sa ju dëshironi të ndani me ne. Meqense sigurisht është e dhëmshme nga që është vuajtje, mirë po njeriu kur të mësohet me kap vuajtjen për dore, atëherë hec me ato bashk edhe ka disa hapa të shpresës, të më të mirës, që na atje Ahmedi neve atje po na pret, atje me një vend shumë të bukur, si pas ëndrave që e shoh. E shoh ëndër? Po, shpesh e shoh edhe deri tash asë një ëndër se kam pa që s'është e mirë, pra gjitha janë të mira, se për ndryshe të vdekurit, jo që ne kur dëshirojmë t'i shohim në ëndër, po kur ata dëshirojnë të vinë. Prandaj, si nana për evlat, gjithmonë e ka vujtjen, mirë po kur i krahasojmë mirënjohje ndaj Zotit, për çfarë të mira Zoti na ka dhënë, ndonjëherë na troket në derë, jo për të na lënduar, por një thënie profetike thot, kur Zoti ja merr nonës e vlatin, atëherë thot shkoni dëgjojeni apo është mirënjohës Zotit. Nëse po, atëherë bëjani një shtëpi të bukur në xhenet. Prandaj unë edhe nipi im e presim atë shtëpinë. Thamë, babi është duke ndërtu shtëpinë në xhenet, e tjera, s'du ta bëj më shumë se është ditë gëzimi për mu edhe për gjithë popullin shqiptar. Inshallah e gëzojmë këtë 28 nëntor sot edhe për shumë motë, me shumë dashuri, respekt, dignitet dhe devotshmëri në jetë. Na duhen të gjitha. Ju tregova edhe prafa kamerave, zakonisht kur kemi ditëlindjen, unë vëllezrit ose motra unë e uroj personalisht nonit të muri me ditëlindja e fëmijëve, me qenë se ajo është dita edhe e saj pa dyshim nga që ka sjell në jetë. Po, është një gazim se Zoti po e bjerë një krijesë në shtëpi. Edhe tash dikush thotë, jo, po s'ka nevojë t'i përkujtojmë. Sidomos kur janë të vdekur, vërtet s'ka nevojë, po masi vetëm thirret në televizion, desha kështu që t'i jap kurajo të gjitha nënave se fëmijët kur nuk vdesin. Njerëzit në përgjithësi kur nuk vdesin. Po ata vetëm kalojnë nga një botë në një botë tjetër. Dhe normal, mall ka, dëshira ka që t'i kemi pranë, mirë po kur i kujtojmë të gjithat mirat Zotit që na ka dhënë në jetë, është të turp për ne t'ja ankohemi Zotit. Prandaj vërtet, nonat urime ditëlindjen e fëmijëve mas mirë ti është se sa vetë fëmijët që unë po që shumë stajrë kemi pas mëzafire ke qenë po them pozitive, po sot ma shumë se kur qysh arrin me qëndruar fort duke ditë se normal është një humbje shumë e madhe për kur humbë fëmin tënde dhe po qysh arrin me mbajt këtë pozitivitet dhe këtë lumëturi. Kur më kujtohen krushet madhe kam punuar si mësuese e Kuranit mëse 2 vite dhe mase 20 familje kanë dalë me lexim
pra të Kuranit, dhe tash janë pasuese të Islamit të mira. Kur më kujtohen, kur kam shku për herë të parë në Krushe dhe kur filluan të prezentoheshin me mua më ka ndru jetë 2 djemë, nipi, burri, kunati, send, kur më kujtohet a i rast edhe une si me shaka, grave për mja zbukuru ato, hajtë thash se ju keni në gjenet, kush kam ju marë juve në gjenet, se shahidat marrin 72 persona pas veti. Thash, unë e ngrata, kush kam me marë në gjenet. Do me thonë, nga një atmosferë e dhimshme, e vujshme, e pikluar e ktheva në një atmosferë pozitive. Edhe kështu, njerëzit që janë të bindur në Zotin, kur gjë nuk i duket e vështirë. Normal, është aty nësë mund të aktrojmë, se kur të na qahët duhet qajmë, kur të na këndohet duhet këndojmë. Por mos të mbysim atë mbrendin tonë. Por besoni njeri ju vetëm kur e kam mbështetjen e madhe të Zoti, edhe kujton që çdo gjë që na vjen një fatkeqësi në jetë, se lindja e vdekja janë të shkruara nga Zoti edhe aty s'kemi ku iku. Prandaj ngushëllimet e mia edhe për nënën e Shpat Kasapit, duhet me qenë mirënjohëse që Zoti ja ka lënë 40 vjetë me jetu a djalë pranë saj, edhe mu 33 vjetë, kështu që na duhet me qenë mirënjohëse për aqë sa kemi, sa jemi dhe sa na ka dhënë Zoti. E tjerat, kur jemi mirënjohës, Zoti thot, këtë derë të idhërimit mbylle dhe do t'i hap shumë dyert tjera të gëzimit. Prandaj uroj që këto ditët e idhërimit për të gjitha nënat, për të gjitha njerëzit që kanë mungesa, të shëndrohen në ditë gëzimi. Për mua edhe ditëlindja, edhe vdekja e birit tim, ditëlindja është ditë gëzimi, por besoj që edhe takimi im me birin tim do t'jetë ditë gëzimi.